Qindra besimtar katolik në Lezhë mblodhen në katedralen Shën Nikollit për të kremtuar dielën e Larit, një nga momentet më të rëndësishme që shënon nisjen e javës së madhe. Ceremonia nisi në oborrin e katedrales, ku u zhvillua rituali tradicional i bekimit të degëve, të Larit dhe udhëhirit, të cilat besimtarët i mbanin në duar si simbol paqe, shpresë dhe besimi. Pas bekimit, ata vijuan me një procesion simbolik drejt ambientit të brendshëm të kishës, ku mbajt mesha shenjtë nga arqipezhri Ottavio Vitale, në një atmosferë përkushtimi dhe reflektimi. I pezhri Vitale theksoi domethënien e kësaj dite për besimtarët e Krishterët, duke kujtuar hyrjen triumfuesi i Jezu Krishtit në Jeruzalem dhe duke nënvizuar rëndësinë e kësaj jave që quhen drejt misterit të Pashkës. Në këtë ditë ne kujtojmë shpallje e paqes që do të mbretëron në mbar botën. Jezusi pra që është paqe vërtete, na tregon që ne do të luftojmë kundër e keqen, por do të lutim Zotin që të jetojmë në paqe, në dashuri, në armonim mes nesh. Dhe kjo është ditë e përshtatshme pra për të na kujtuar që Jezusi ka ardhur për të na sjellë paqen dhe për të na sjellë dashurinë mes nesh. Edhe pse po përjetojmë në situata shumë e vështire, kjo vit pra është një vit e përshtatshme për të duruar paqe, për të lutur për paqen në zemrat tona, për paqen për çdo familje, për paqen në mbar botën. Prandaj, më shumë se sot, dhe në këtë javën e madhe, do ta lutim Zotin për paqen dhe për dashurinë. E diela e Larit shënon fillimin e javës së madhe, një periudhë reflektimi dhe përjetimi shpirtëror për të gjithë besimtarët që kulmon me festën e Pashkës. Në këtë ditë komuniteti katolik në Lezhë përcolli mesazhe shpresë, paqe, besimi dhe ripërtëritje shpirtërore, duke konsideruar këtë periudhë si një moment të rëndësishëm afrimi me Zotin dhe me njëri tjetrin.